me datë isha i caktuar në detyrë në pikën statike i Zvar, ku ne atje bënim kontrollimin dhe rishikimin e kufirit. Funksioni im ka qenë aty si udhëheqës i ekipes që ishin atë ditë me mua. Detyrat e mia i kam marrur në kampin Belveder, Enver Zimberaj, ku nga aty fillonim detyrat tona që ishin të caktuar në pikat sipas detyrës zyrtare. Gjatë sulmit të datës 23 dhe 24, mes datës 23 dhe 24 shtator, dëmtimet e mia kanë qenë në lidhje me gjatë tërheqjes së rështerit Frim Bonjaku, tashmë herojit Kosovës, për shkak sulmeve që janë bërë nga grupi që ne jemi sulmuar në atë kohë. Me saksisht, dëmtimet që kanë pasur kanë qenë në gjuhë gjatë tërheqjes dhe normalisht edhe traumat psiqike, siç janë gjatë breshrive të armëve dhe sulmeve të ndryshme që bëhen. Pasi që kemi filluar punën, rregullisht fillojmë punën ora 8, në atë kohë ishim të caktuar të punojmë 24 orë në ditë. Kemi marrë detyrat dhe jena nisur në drejtim të pikës si Zvar dhe pajisjet tona kanë qenë pajisje policore që ne i banim sot dhe asaj dite edhe më herët. Vetura ishte veturë normale, jo e blinduar, që kemi filluar punën. Jeleku antiplom, jeleku taktik, arme që ne i kemi gjatë detyrat tona që i përdorim. Si njësi e specializuar dhe gjitha njësit e specializuar posedojnë armë gjata dhe njëkohësisht edhe armë personale. Ne kemi kryer ndrimin në ora 2 të natës, të datës 24 shtator. Dhe gjatë kthimit për në bazën e kushtovës të Vllahis, në hyrjet posa kemi hyrë në fshatin Banjska, tek ura ku hyn në fshat, sepse ekziston rruga kryesore që të shpihen drejt në Izvor dhe nga pjesa jonë që ktheheshmi nga Izvori, në mes të fshatit gjendet një urë ku shpihen drejtim të fshatit në brendësi. Dhe aty kemi vërejtur se janë të parkuar 2 kamion që bënin blokimin e hyrjes në fshat. Dhe për një moment kemi njoftuar dhomën komanduese dhe kemi informuar se në urën e fshatit Banjska gjenden 2 kamion cilë të blokojnë rrugën për hyrjen të fshatit. Nga dhoma komanduese kemi marrur urdhër që të bëjmë ekzaminimin e atyre kamionëve dhe të shohim se çfarë ka aty për rreth. Unë personalisht, pasi që isha edhe si udhëheqës i ekipës, kam bërë kontrollimin sipërfaqësor me anë të ndriçimit që i kemi pjesë e uniformës dhe gjatë atij kontrollimit kam vërejtur se kamioni i cili ishte më afër rrugës e kishte derën hapur, ndërsa kamioni në brendësi të fshatit, më brenda urës, më brenda fshatit, duhet ta them, ai nuk e kishte derën hapur, ishte i mbyllur. Dhe njëkohësisht kamionët nuk kishin tabela të regjistrimit. Ne edhe më herët kemi hasur në këto blokada të rrugëve dhe gjatë gjithë këtyre blokadave që janë bërë në për pjesë ndryshme të Mitrovicës, janë vërejtur njerëz që këto blokada i kanë ruajtur me armë, e sidomos me armë të gjata. Dhe për një moment neve na ka lind dyshimi se aty ka të bëjë me një diçka që nuk është e zakontë. Por edhe njëkohësisht edhe kemi pasur dyshim që mund të jetë, po e them mund të jetë edhe nga kontrabandistë, cilët gjatë gjithë asaj kohe kanë bërë gjëra të tilla. Kamionet kanë qenë të parkuar në mënyrë diagonale. Do të thonë njëri pak më para, tjetri pak më mbrapa. Por ka qenë e bllokuar rruga mirë që mos të mund të deportohet me automjete në brendësi të fshatit. Pasi që i kemi dërguar ato imazhe, sepse na është kërkuar nga dhoma komanduese që ne ti dërgojmë imazhet se çfarë ka aty, edhe përmes fotove, edhe përmes telefonave që kemi kontaktuar dhe përmes radiolidhjes. Na është thonë që të presim aty, sepse do të vijë një patroll tjetër nga stacioni policor i Zveçanit që të na asistoj neve dhe të na ndihmoj të largojmë kamionët nga rruga. Dhe pas një kohe, dikon mund të jem jo i saktë me kohën, për arsye se nuk kemi pasur aty të matmi, po mund të them që parafërsisht 20 apo 30 minuta ka arritur patrolla nga stacioni policor i Zveçanit
kanë ardhur me 2 vetura, njëra vetur ka qenë Toyota, njëra ka qenë Shkoda, dhe 3 pjesëtar nga stacioni policor i Zveçanit janë ardhur në drejtim timin, ku unë isha aty afër kamionëve, ndërsa 2 të tjerë u ndalën në një distancë më të largë nga kamionat, dikun edhe ato mund të them 20 apo 30 metra nga vendi ku ishin kamionat të parkuar. Në 2 pjesëtar tjerë ishin dalur tek automjetet ata ku i kishin dalur automjetet, ku i kishin parkuar. Në atë moment, unë doja që ta identifikoja se cilin nga ta ishte udhëhec i ekipes që ishte ardhur ndihmë te na. Dhe në ato momente, më është ofruar që në atë kohë unë nuk e njiha për shkak të uniformës dhe për shkak të mbulimit të gradave, tha, unë jam udhëhec i patrollës, atë ishte Rështer Afrim Bunjaku, dhe i kërkova nga ai që të ma jep një polic nga grupi i tij dhe të shkojmë të mundohemi të largojmë kamionet nga rruga. Para se ta bëja këto, unë i vendosa 2 policë që ishin me mua, njëri është vendosur te 2 kamioneta që kanë qenë për skajt rrugës, që të më mbuloj nëse ka ndonjë gjujtje me zjarr, dhe tjetri ishte i vendosur në veturë për veprimet e tona që do t'i marrmi gjatë punës që kishim vendosur, që na ishte urdhëruar ta bëjmë. Njëri nga pjesëtarët stacionit policor të Zveçanit erdhi me mua, ai u ndal tek kamioni i cili ishte më jashtë rrugës, më jashtë urës, dhe ku ishte dera hapur, ndërsa unë u futa në fëllësi të kamionit tjetër dhe jam hyp në kamion e kam qel derën. Po sa kam hapur derën, në ato momente kam dëgjuar një shpërthim, një detonim dhe kam filluar gjujtjet në drejtim të pozicioneve tona. Unë për një moment jam larguar nga kamioni dhe jam nisur në drejtim të policëve ku ata ishin të vendosur. Dhe në atë moment, gjatë shkuris aty kam vrejtur se nga i detonim, njëri nga pjesëtarët tonë, që në fakt ishte Afrim Bunjaku, ishte i shtrirë për tokë dhe ishte i mbuluar pothuajse me xhak, sepse detonimet që kishin bërë nga grupi tashmë terrorist mund ta quaj, ai ishte plagosur në fët. Plaga më e madhe ti ishte në fët dhe kishte gjakderdhje të madhe. Ishte e pamundur që të bëja një ndalje gjakderdhes apo të jepja një ndihmë, sepse në drejtimin ton ishin gjujtjet të parreshta, të kalibrave të ndryshme. Kam tërhekur Afrimin pak nga vija zjarrut, por jo edhe shumë, dhe kam filluar të shti në drejtim të pozicioneve të tyre që ata ishin të vendosur, edhe në mbrëndrit e fshatit, edhe në pjesën ku ishte manastiri, dhe gjatë gjujtjes time me armë, filluan edhe kolegët tjerë që të shtinin në drejtim të pozicioneve të tyre. Pasi që ishte aty njëri nga policët tonë që e kisha vendosur një veturë dhe kërkova nga ai që ta sjell veturën që ta bëj tërheqjen e Rështerit. Në ato momente ai më tregoi se edhe njëri nga policët tonë ishte i plagosur nga ai detonim. Dhe për një moment unë kam tentuar të futem në njëjtën veturë dhe jam futur, kam tentuar që veturën ta tërheki për 3 apo 4 metra afër Afrimit, mirë po gjatë qëndrimit tim vetur, jam goditur me shumë plumba dhe vetura ime ka qenë në atë moment e paralizuar që nuk ka mundur ta lëvizin nga vendi. Jam dalur nga vetura, jam kthyer prap tek Afrimi, ku ai më vetëm se ishte duke luftuar për jetën, kam kam larguar, të them drejtën, ndoshta edhe pak, dhe në ato momente, për shkak të gjujtjes së kolegëve të mi me armë, fillova që tek ai të mundohem të jap një lloj ndihme, mirë po sa herë që unë afroja nga tina, preshrit e armëve nuk kishin ndalur. Nga pozicionet e ndryshme të tyre që ishin ata vetëm se të vendosur në atë moment. Dhe për një moment aty gjindeshim të gjithë në një situatë jo të mirë, sepse ishim të rrethuar nga të gjitha anët dhe gjujtjet ishin të pandërprera. Ju thash shokëve që ishin afër meje, policë tjerë, që gjunin në drejtim të ndriçimit të dritave, sepse pozicioni jonë ishte shumë i disfavorshëm në krahasim me pozicionet e tyre, sepse ne ishim në dritë dhe çdo lëvizje jonja ishte e dukshme nga sulmuesit. Dhe këtë veprim e bënën policët, në një farë mënyrë është rësuar pak vendi ku ne ishim,
dhe nga ai moment kam kërkuar nga polici i cili ishte me mua tek kamiona dhe polici tjerë që ishte edhe Albania, edhe Çlirimi, edhe LS Peci, që të mbolonin mu me zjarë dhe që i paralajmërova që unë do të shkoj që ta marrë veturën tjetër që ishte dikun 20 apo 30 metra larg vendit, që ta sjellja, që ta bëja tërheqjen e afrimit. Intensiteti i sulmit ka qenë jashtëzakonisht i madh, edhe një intensitet pothuajse të quajmë një strukturë tamam ushtarake dhe organizuar mirë për këtë sulm. Posa jam shkuar në veturën atje ku ishte dikun larg 20 apo 30 metra nga vendi, jam futur në veturë, e kam dhezur veturën, vetura fatmirësisht ka qenë e parkuar në drejtim të izvorit nga pika jon ku ne gjendeshmi. Jam nisur dhe në ato momente jam goditur nga mbrapa, pothuajse 2 apo 3 apo nuk mund ta ceki sa herë, vetëm se kam parë se xhami i veturës ishte jashtë funksionit, ishte thyrë. Mirë po nuk jam dalë. Jam ofruar nga rështerit, jam dalur nga vetura, bërshrit e armëve asnjëherë nuk jam dalur. Edhe nga i pozicion që mu më ka përcjellur gjatë vozitjes veturës, por edhe nga pozicionet tjera që ishin të pozicionuara nga pjesa e fshatit. Kam kapur afrimin, kam tentuar ta fus në veturë, mirë po i vetëm nuk kam arritur ta bëja atë sepse ishte e vështirë për shkak që po e cekis disa herë për shkak gjujtjeve të pandërprerë. Kam kërkuar ndihmë nga kolegët që ishin aty afër, mirë po për shkak të dëshrive të armëve ata nuk kanë mundur më dëgjojnë se çfarë unë po kërkoja, edhe jam drejtuar nga Albani dhe i kom kërkuar që ai të vinë të më ndihmojë. Ai më është përgjigjur dhe më tha nuk mundem sepse jam i plagosur. Atëherë afër neve ka qenë policia LS Peci, është futur nga pjesa tjetër e veturës, unë nga pjesa tjetër ku ishin gjujtja që vishin drejtim tonin, edhe e kemi futur në veturë rështerit. Në ato momente, rështerit i kanë normalisht, sa i ka qenë vetëm se i plagosërën, ka ra dhe armë në tokë, radiolidhe, ato i komari, i kom fut në veturë, dhe kam mbyll derën dhe më fut në veturë dhe jam kthyer në drejtim të Mitrovicës që ta dërgoj në spital. Gjatë kthimit, gjujtësi i cili më ka përcjell mua gjatë gjithë kohës me automjet, më ka goditur në rrotën e parë të automjetit pjesës djathtë. Një herë, unë nuk jam dalur, prap edhe një herë dhe ka dalë rrota goma veç ka qenë jo funksionale. Më thonë, të shpjegoj pak se ato ka rënë hekur, gomë nuk ka pas. Kam vazhduar nga i pozicion deri tek policët cilët ishin aty afër ku ishin dalur ata me herët para se të vijen dhe kam komunikuar me Lezën, kam thënë se ti vazhdo për rrugë, unë do të mundohem që të kthehem ti tërheq edhe policët e ti. Në atë moment kam vrejtur dritën e kaltër të policisë, cilët ishin pjesëtarë të njësisë për ndërhyrje të shpejtë, që ata vetëm se ishin të informuar në lidhje me rastin dhe kanë ardhur me mjetet të blinduara. Me ta unë kam komunikuar, kam tregu se një prej neve është i plagosur rënd dhe e kam në veturë, ndërsa një tjetër është i plagosur dhe kam betur aty, dikun ishte ajo distanca ndoshta 50 metra. Pasi që kam arritur të largohem nga vendi ngjarjes, ajo pjesa ku ishin të koncentruara sulmet e tyre, për një moment janë futur pjesëtarët e njësisë për ndërhyrje të shpejtë të kushtovës së vllahis ku atje jemi edhe me bazë dhe kanë mbuluar edhe ata me zjarr, janë afruar tek Albani ku ishte i plagosur, e kanë tërhekur, e kanë futur në blind dhe janë nisur në drejtim të spitalit. Unë bashkë me LS Pecin dhe rështeri i cili tashmë është Roj i Kosovës, jemi nisur në drejtim të spitalit të Mitrovicës. Gjatë rrugës, për shkak se automjeti ishte i dëmtuar nga rrotat, pozitja ime ka qenë jo ndoshta dhe sa duhet të shpejt për shkak të dëmtimit të automjetit. Dhe në të hyrë në spital, mjekët me informuan se afrimi tashmë kishte ndruar. Ishte një organizim jashtëzakonisht mirë i strukturuar dhe i organizuar mirë. Për shkak të errësirës që ka qenë, unë kam vrejtur njerëz të uniformuar dhe të armatosur shumë mirë, të armatosur rënd. Kam vrejtur se janë njerëz të uniformuar, disa ishin me maska, disa pa maska. Mirë po, identifikimin e tyre
nuk mund të bëhet për arsye të errësirës dhe njerëzit që ishin me uniforma, ata duken të gjithë gati se të njëjtë. Armët që janë përdorur atë ditë kanë qenë armë nga armët e artillerisë lehtë e deri te ajo më rënda. Po them me rënda sepse ne jemi goditur nga hullskrahu, tromblona dhe gjitha armët që sulmohen dhe përdoren nga një organizim që këto, unë e them me plot besim, janë të organizuara vetëm strukturat ushtarake. Nga përvoja ime policore që unë punoj tash 25 vjet dhe nga përvoja ime e luftës, i njoh mirë llojin e armatimit, se çfarë dhe si kanë efektin e tyre. Njëkohësisht punoj nga viti 2002. Faktikisht punën kam filluar prej vitit 2000, po nga 2002 e deri tash unë kam shërbyer vetëm në për njësitë specializuara dhe kam kryer trajnime të shumta në lidhje me përdorimin e armëve dhe njohjen e tyre. Për atë arsye po them se armët kanë qenë të kalibrave të ndryshëm. Qëllimi i sulmuesve ishte, sipas mendimit tim, sepse nuk është që ka ndodhur hera parë. Gjatë gjithë kohës ne sa qëndronim në pjesën veriore të Mitrovicës, ne nuk ishim të dëshiruar nga po të njëjtit, mund të them, pjesëtar, cilët janë të organizuar për gjëra të tilla. Dhe mund të them lirisht se ka pasur edhe sulme tjera që janë sulmuar patrollat e policisë gjatë kryerjes dhe detyrave të tyre. Sepse është ai pozicion, këto e theksoj edhe një herë, sepse ky grup ka qenë i strukturuar jashtëzakonisht mirë dhe i dirigjuar jashtëzakonisht mirë nga struktura ushtarake, pozicioni i tyre ka qenë shumë i favorshëm për sulmim ndaj patrullave të policisë. Dhe nuk është rastësisht që këtë sulm e kanë organizuar pikërisht në fshatin Banjska, duke e përdorur si mburoj manastirin, që ishin edhe pelegrin në manastir atë ditë, duke i përdorur edhe ata si mbrojtës, duke u pozicionuar në pozita të mira dhe të favorshme për sulmuesit, dhe është e qartë se mbrapa tyre kishte një pozicion dhe një vend të lirë ku ata në mos suksesin e tyre të jo arritur, fatmirësisht, kanë pasur edhe një rrugë për të larguar. Pikërisht është zgjedhur ai pozicion. Njerëz që nuk e njohin strukturat ushtarake dhe nuk e njohin rregullat ushtarake, ata do ta bënin në një vend tjetër, do ta bënin në një pozitë jo të lakmueshme tyre, por duke i parë se ishin të organizuar jashtëzakonisht mirë dhe ishin të komanduar nga njerëz mirë të informuar për sulme të ndryshme, pikërisht kanë zgjedhur këtë pozicion. Sulmet e tilla janë të organizuar dhe të strukturuar mirë nga njerëz që njohin këtë pozicion, fal profesionalizmit policisë Kosovës dhe fal të intervenimit të njësive tjera që pikëpari unë para gjykatës dua të falenderoj njësitin që ishte në kushtovën e Vllahis dhe ata erdhen me një shpejtësi jashtëzakonisht madhe dhe arritën që t'i tërheqin policët që ishin aty afër dhe njëkohësisht punën jashtëzakonisht mirë që asnjëherë unë personalisht dhe policia e Kosovës edhe populli i Kosovës që e njohin punën mirë nga njësiti parë intervenues dhe njësiti special operativ që kanë bërë një punë jashtëzakonisht madhe dhe profesionale duke bërë neutralizimin e terroristëve dhe duke i sjellur para gjykatës njerëz që kanë qenë pjesëmarrës në sulmin e Banjskës. Dhe dua ta theksoj që edhe pse në fshatin Banjska ishin shumë pelegrin, kishte popullat nga njësiti jonë dhe nga njësitë speciale, nuk është dëmtuar dhe nuk është plagosur asnjë qytetar. Kjo tregon se puna jonë është atje që të vënojmë me rend dhe qetësi, e jo ti i dëmtojmë apo ti i maltretojmë si quajnë, si i thojnë qytetarë që jetojnë atje. Për këtë jam falenderues, po të kishte dhe një fjalë më të madhe se falenderim ndaj njësive, parë intervenues dhe njësisë operative speciale, do ta thoja, por ata janë që është bërë
një punë e madhe që janë sjellë para drejtësisë, njerëz që kanë marrë pjesë aty, që janë neutralizuar terroristët e tjerë dhe që tjerët ja kanë mbathur nga kanë ardhur. I nderuar dëshmitar kryeziu, vetëm një gjë nëse mund të na sqaroni. Ju keni thënë në deklaratën tuaj sot se më herë masi e kam hapur derën e kamionit, ka ndodhur shpërthimi eksplozivi. A mund ta lidhni domethënë këtë veprim me eksplodim? Mos keni pa ndonjë pajisje domethënë që ka qenë e lidhur me hapjen e derës? Domethënë a mund të bëni ndonjë ndërlidhje me hapjen e derës me eksplodim? Para se të futem kamion, kam bërë kontrollimin e të dy kamion, ka të baja asgjë më. E në çfarë moment saktësisht ka ndodhur eksplodimi? Po i cek eksplodimi pas të cilit domethënë është vrarë Reshteri Afrim Bunjaku. Kur e kam hapur derën faktikisht, kam tentuar të futem kamion, që të bëj tërheqjen e kamion. Në ato momente kam dëgjuar shpërthimin dhe jam dalë nga kamion. Këtë e thash edhe më herët në deklaratë.